Abortet po shndërrohen në një problem serioz social dhe shëndetësor. Të dhënat e viteve të fundit tregojnë një rritje të vazhdueshme të numrit të aborteve dhe shqetësimi më i madh vjen nga fakti që pjesa më e madhe e tyre kryen nga vajzat dhe gra shumë të reja. Moshat në 25 vjeç po rezultojnë grupi më i ekspozuar ndaj shtatzanive të padëshiruara. Shpesh, vendimet për ndërprerjen e shtatzanisë merren në kushte presioni, pa informacion të mjaftueshëm dhe në momentet kur të rejat ndihen të papërgatitura për të përballuar pasojat. Rritja e aborteve në moshat e reja është një sinjal i fortë se shoqëria ka ende shumë boshllëqe në informim dhe mbështetje. Nevoja për ndërgjegjësim, komunikim të hapur dhe qasje më të lehtë në informacion të sigurt është më urgjente se kurrë. Fenomeni po merr për masa shqetësuese dhe kërkon reflektim të thellë, sepse pas çdo statistike fshihet një histori personale, një vendim i vështirë dhe shpesh një situatë që mund të ishte parandaluar. Flasim tani për një temë shumë delikate në fakt, me një ndjeshmëri të lartë për vajzat në këtë vend dhe për familjet e tyre gjithashtu, me mjekën e nderuar Mimoza Keta, cilës uroj mirëseardhjen sot në Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëseardhje doktoresha. Faleminderit për ftesën. Dhe mezi pres të dëgjoj dhe të shikuesit bashkë me ne. Hyrja e pjesës që gazetaria fliste për ndërgjegjësimin që duhet bërë në lidhje me abortin. Ne flasim dhe themi abort. Çfarë do thotë aborti? Ja tani sim që këtu. Çfarë do të thotë abort? Abort do të thotë nxjerrja jashtë organeve riprodhuese e produktit të koncepcionit. Pra, atë që ti ke ngjizur ta nxjerrësh jashtë trupit tënd. E kuptoj. A kemi ligj në Shqipëri doktoresha për lirinë e abortit? Po, normalisht unë kam qenë një nga firmëtarët e ligjit mbi lirinë e abortit. Për para viteve 90, nuk njifeshin metodat e kontracepcionit, nuk ishte hyrë planifikimi familjar. Shpesher ne kishim në abortar 30-35 gradë çdo ditë që vetë provokonin abortet. Sot një specializant i obstetrik ginekologjist ndoshta e ndëron të shikoj një abort të provokuar. 35 gradë mortaliteti, vdekshmëria mëmësore ose mortaliteti amtar ishte shumë i lartë. 1 deri 2 gra vdisnin, humbnin jetën e tyre nga një abort i provokuar. Mendoni se çdo të thoshte në atë kohë. E kuptoj. Dhe neve në vitet 93 ne ishim një grup mjekës të cilët firmosëm një kërkesë dhe ja dërguam parlamentit për të vlerësuar lirinë e aborteve. Dhe normalisht ajo u bë. Por, çfarë ndodh? Është shumë e bukur. Po, unë do të jap 1-2 shifra shumë të thjeshta të marrë nga Instati. Normalisht numri i aborteve në vitet 20-22 ka qenë më i ullët, ka qenë 170 aborte për 1.000 lindje. Kjo mbase për shkak të Covidit? Relativisht, të po. Pandemisë? Ndërsa, më vonë në vitet 24, edhe 25 që vazhdojnë... Po shkon drejt mbylljes? Shkon 180 lindje për 180 aborte për 1.000 lindje. 179 aborte për 1.000 lindje shkon për group motion 16-18 vjeç. Kjo është një shifër e lartë, doktor Isha? Mendoni që është një shifër shumë e lartë, një shifër e cila ka të bëj shumë me problematikën e asaj që ju ngritët, që sa njihet ajo mbrojtja nga një abort. Normalisht ligji mbi abortin, që ekziston akoma në Shqipëri, ka një periudhë refleksioni, është një javë, pacientja, gruaja paraqitet për të, me dëshirën e saj, për të abortuar, por aty në çdo maternitet, në çdo vend të Shqipërisë, ka një psikolog i cili i bën trajtimin psikologjik që do të thot e lë dhe një javë që ajo të reflektoj, ta abortoj apo jo. E kuptoj. Sa zbatohet, do themi kjo. Them që nuk zbatohet. Por të flasim pak për të... E qartë. Por këtë grup moshën 16-18 vjeç që ju e përmendët vetë që ka një rritje të numrit. Se vinë vajzat për të abortuar? Cilat janë arsyet? Sepse shumë arsye janë. Instituti i Shëndetit Publik ka nxjerrë një studim dhe thot
13 vjeç fillojnë vajzat aktivitetin seksual. 13 vjeç? 13 vjeç. Mendoni sa informuar do tjetë një vajzë 30 vjeçare, 13 vjeçare për një që të evitoj një shtatzani të pa dëshëruar. Kjo sigurisht lë shumë për të dëshëruar, por jo vetëm ne, jo vetëm ekrani juaj, të gjitha ekranet, por edhe prindërit, familja, shoqëria, mësuesit, kushdo që tjetë, duhet normalisht të vije në shina për të sensibilizuar gjithë sistemin e moshës 16-18 vjeçare në lidhje me këtë pjesë. Tani më thatë pak më herët, kur ishim bashkë duke biseduar përpara se të hynim në këtë rubrikë, që ju vetë si mjekë me një eksperiencë shumë të gjerë dhe një përvojë shumë të gjatë në fushën obstetri ginekologjisë, kryeni her pas here biseda të lira për të informuar adoleshentët në shkollat dhe gjimnazet e Tiranës. Unë këtë e bëj personalisht, e bëj me dëshirë të madhe, pikërisht për këtë arsye, që ato kjo rini sot të njihet qoftë me sëmundjet seksualisht të transmetueshme, mendoni që edhe shifrat kundrejt HPV-s, ati virusit i cili shkakton kancer në qafën e mitrës, human papilloma virus, apo sëmundet e tjera seksualisht të transmetueshme, do të influencojnë në sistemi riprodhues të kësaj rinie, sot për të nesër që ato do të konceptojnë një bebe. Është domosdoshmëri që ato të përgatiten, të njihen me të gjitha metodat e planifikimit familjar, qoftë metoda mbrojtëse, si që është kondomi, apo ka dhe metodat të tjera kontemporane bashkëkohore. Sepse një vajzë e re, 16-18 vjeç, është shumë ashtu për të marrë kokra, shumë e lodhur. Nuk mundet ajo çdo natë të marrë nga një tablet kontraceptive për të evituar një shtatzanit pa dëshëruar, sepse raportet seksuale të tyre mund të jenë dhe sporadike. E qartë. Shpesher përdorin atë pilulën 72 orëshe, që është shumë në moment është e mirë, por ajo shkakton problematika në... Ja, e kisha një nga pyetjet që do të diskutonim bashkë. Ndërprerja e shtatzanisë me medikamente, është e sigurt dhe çfarë sjell si pasojë? Këtë po të them, kjo tableta 72 orëshe që marrim brenda 72 orëve nga një kontakti pa mbrojtur, sigurisht të mbron, por ajo sjell shkakton në organizmin e femrës çrregullime të menstruacioneve, çrregullime hormonale, që pastaj këto vajza, se i marrin disa herë, detyrohen të drejtohen tek mjekët ginekolog për të rregulluar rregullshmërinë e ciklit menstrual. A vinë vajzat në kohë tek ginekologu, doktoresha? Janë të informuara kur vinë në atë moment, apo vinë të papërgatitura përballë një situate që mund të shkaktojë dhe psikologjikisht një dëm emocional? Patjetër që ana psikologjike është kryesorja. Shpeshherë ato vinë të trembura, kanë frikë se çdo t'ju ndodhi, kërkojnë dhe një siguri që të thonë si të bëjmë. Normalisht është shumë e vështirë, por duke menduar problemet psikologjike dhe ato efektet anësore që jep një abort me vegla, sigurisht më shumë aborti kirurgjikal me vegla se sa aborti me tableta, sigurisht që ka problematika të mëdha, mund të çajt mitra, mund të ketë një hemoragji të madhe, mund të ketë problematika që çojnë edhe deri në humbje jete. Ndërsa sigurisht që ligji mbi abortin preferon deri, domethënë është aborti kryhet deri në javën e 12 të shtatzanisë. Shumë të rralla janë abortet që kryen më mbrapa ose abortet e tjera ku rrezikohet jeta e nënës brenda javës 20. Ju folët për një rritje të numrit të madh të aborteve tek moshat e reja, po dua të di. Sot në tregun farmaceutik shqiptar ekzistojnë metoda kontraceptive që nuk njihen nga të gjithë, metoda kontraceptive të thjeshta. Për shembull një unazë vaginale që futet kollaj në vaginë, qëndron 3 javë, e heq prapë dhe ti kryen raport seksual normal, sigurisht kjo nuk të mbron nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme, po nga ajo që ne themi, po të mbron nga një shtatzani e padëshëruar. Informacionet në lidhje me planifikimin familjar akoma janë të vakta. Të vakta. Por të nisim pak më radh pjesën e planifikimit familjar dhe informacionet që duhet marrin. Ju thatë pak më herët që numri më i madh i vajzave është
i kategorisë aborti shkon 16-18 vjeç dhe ka një rritje. Cila është arsyeja kryesore që ato shkojnë drejt këtij aborti? Sepse ka qenë për shkak të marrëdhënieve seksuale të pambrojtura? Patjetër, është mosnjohja e metodave kontraceptive. Unë t'ju tregoj Dhe besoj nuk jam vetëm vajzat fajtore në këtë rast, janë dhe absolutisht, djemë dhe vajzat. Dhe bisedat që unë kryej në për gjimnazet e Tiranës, ndoshta sot i përshëndes të gjithë, ato, si thuash, janë të pa informuar dhe në qoftë se unë bëj një bised, e bëj interaktive. Ata të pyesin dhe unë të përgjigjem. Më besoni që më drejtohen me pyetje nga më të ndryshmet për të mësuar, për të vlerësuar. Nuk është vetëm detyra jonë si mjek, është detyra e prindit, është detyra e shoqërisë, e mësuesve dhe të biologjisë, e të gjithë mësuesve, po kryesisht mësuesve të biologjisë, ku mësojnë sistemi riprodhues, ku mësojnë çdo gjë në lidhje me organet genitale. Po mbas edhe aktivizimi atyre orëve të edukatës seksuale që janë të nevojshme në shkolla për t'ja u bërë të ditur mbas në një farë kuptimi fëmijëve kur hynë në adoleshencë, se çfarë rrisqesh i presin nëse nuk janë të vëmendshëm. Unë bile kam propozuar vazhdimisht edhe në për ekrane edhe krijimin e dhomave higjienike. Çdo të thotë një vajzë me menstruacione të ri 8 orë, 7 orë në klasë, pa ndruar një lines. E mendoni të vej në banjë atje ku është ngjitur me djemt, se bëjnë dot. Kështu që pikërisht në këto dhoma higjienike mund të bëhet dhe kjo propagandë me vajzat, apo ke djemt të cilët mund t'i ofrohen dhe prezervativ falas. Sot ka mundësira nga më të ndryshmet për të... Duen hequr pak komplekset, doktoresha, në kohët që jetojmë, se është në të mirë të shëndetit të popullsisë. Në moshën 13 vjeçare, është shumë shpejt, 13 vjeç është shumë shpejt. Mendoni se sa një nën mund t'i afroj asaj vajze diçka mbi... Unë të tregoj një rast, një vajzë 14 vjeçare, para disa ditësh më drejtohet në klinik, ishte shtatzan dhe donte të abortonte. 14 vjeç? 14 vjeç. Neve nuk bëjmë aborte në klinik, u mundova të pyesja njerë përse kishte ndodhur në një pub, tha, ne festonim një datëlindje, pash një djalë të ri, tha, dhe ndjeva atrakcion seksual. 14 vjeç dhe unë që ngela, si i thash 14 vjeç, çto me thënë atrakcion seksual? Më të roqe seksualisht, tha, kishte veshur një palë gjinse të bukura e tjere, e tjere. Mendoni. Jo, nuk kam që unë u smerova tani me këtë që më theti. Jo, kjo është e vërteta. Nuk dishtë të mendoj tani, 14 vjeç. Dhe, sigurisht që unë e drejtova në maternitet, por i thash ti duhet të shkosh me mamin, ti thuash prindërve se çka ndodhur më mbrapa, të them të vërtetë nuk e di, po unë jam gjyshe sot, më mblodh një lëmsh në gjoks, edhe thash, ç'po ndodh? Me këtë shoqëri. Ashtu më mblodh dhe mua një lëmsh në gjoks tani, doktoresha, se unë jam nënë një vajze, kam mikeshat e mia që kanë vajza, fëmijët e tyre. Patjetër, jo vetëm vajzat, flasim edhe për djemt. Pa diskutim me djemt, patjetër, prandaj e bëra pyetjen pak më herët, janë djemt dhe vajzat që duhet informohen. Djemt duhet t'i kenë parasysh dhe djemt. Thash, jo vetëm të mbrojnë nga një shtatzani, se kjo është një anë, po të mbrojnë dhe nga sëmundje seksualisht të transmetueshme. Çdo të thotë kesh një HPV, që nesër të bëhet një kancer qafmitrës vajzës, apo një kancer i penisit djalit, që t'i bjeri mishit copa. Mendoni se çdo me thënë. Dhe sot, do me thënë, unë e falenderoj shumë atë Ministrinë e Shëndetësisë, që vendosi të bënte edhe vaksinimin e djemve, ishte një lajm shumë i bukur, vërtet, sepse duke u vaksinuar, në janar fillon edhe vaksinimi nga janari, në protokollin e vaksinave shtohet dhe vaksinimi i djemve. Vaksinimi i djemve, dhe kjo është një gjë shumë e madhe, që do të thotë të mbrojemi nga një virus i cili sjell vdekjen. E qartë. Jam në 2 minuta e gjysmë të fundit të emisionit dhe duke qenë se ka shumë që po na ndjekin në këto momente, dua një mesazh nga ju, doktoresha, për vajzat dhe për djemt që hynë në adoleshencë, që t'i shpëtojnë këtyre episodeve dramatike, më duhet i them, siç ti na e përshkrove pak më herët me shembullin që solle. Patjetër, në qoftë se ato duan të jetojnë jetën e tyre ashtu siç duhet, patjetër që është e drejta e tyre për të kryer raporte seksuale. Sigurisht. Por këto raporte jenë të mbrojtura. Ju lutem, përdorni prezervativ. Drejtojuni metodave të kontracepcionit. Kështu do shpëtoni veten tuaj. Kështu që duhet të drejtohen gjithmonë metodave të kontracepcionit për të shpëtuar veten dhe për të mbrojtur shëndetin e tyre. Po prindrit, doktoresha?
Nënat në këtë rast kur bëhet fjalë për vajzat dhe baballarët? Të gjithë familja, nëna dhe baballarët, me fëmijët në adoleshencë duhet arrin të punojnë që të njohin jo vetëm infeksionin, jo vetëm shtatzanin e padëshëruar, po të mbrojnë veten e tyre. Kjo është puna e familjes, sigurisht dhe e shoqërisë dhe e mësuesve. E kuptoj. Doktoresh Mimoza, faleminderit shumë që ishe sot në Radio Televizionin Shqiptar. Faleminderit juve. Jam e sigurt që të kanë ndjekur me vëmendje dhe shpresoj që mesazhet e tua të jenë një këmban e mirë e tërheqjes së veshit dhe vëmendjes nga të rinjt, cilë do ta dinë, se nuk mjafton vetëm ajo tërheqje që ti shpjegove pak më herët në atë rastin fatkeq të vajzës 14 vjeçare. Atraksion më tha. Dakor, unë thash tërheqje, përdora fjalën shqipe, por e rëndësishme duhet të kenë mend në kokë të rinjt dhe të rejat kur i drejtohen këtyre marrëdhënieve të shpejta dhe të pasigurta. Unë ju falenderoj që nëpërmjet ekranit tuaj më dhanë mundësinë për të folur për diçka kaq të bukur. Shumë rëndësishme, shëndeti publik është detyrë e transmetuesit publik në Shqipëri, e radio televizionit të shqiptar, që të ndihmojë teleshikuesit nëpërmjet informacioneve dhe këshillave të mjekëve dhe profesionistëve të vërtet që të mbroni shëndetin tuaj. Eci më tej nderuar teleshikues me programin ton, është koha të ndiqni pak parashikimin e yjeve me Jorgon.